إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, dhe njëkohësisht e lutim që të na ruajë dhe të na mbrojë nga veset dhe gjunahet tona. Atë që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë me merit përveç Allahut, i cili është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhis salam është robi i Allahut dhe i dërguar nga ai për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij, faljet, mirësitë dhe bekimet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët e profetit, shokët e tij, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund dhe në vijim. Xhamati i nderuar, na drejtohet neve Allahu i lartësuar në Kur'an me një ajet të rëndësishëm. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtar, kujt i drejtohet? Besimtarve. O besimtar, agjërimi është bërë detyrë për ju. Pra çfarë gjykimi ka agjërimi i Ramazanit? Detyrë. Siç ka qenë edhe për të tjerët përpara jush. Pra ky është një adhurim që Allahu ja ka bërë detyrë edhe ummeteve, popujve të mëparshëm. Agjërimi nuk është një adhurim i ri, por është një adhurim i lashtë, gjë që tregon dashurinë e Allahut për të vepër të mirë. Me qëllim që të bëheni të devotshëm, ndalojmë pak këtu. Na tregon Allahu i lartësuar hikmen, urtësinë e agjërimit. Pse kërkojnë nga ne të rrimë me orë të tëra, pa ngrënë papire e tjerë? Që të bëheni të devotshëm. Dhe ne jemi në mesin e muajit të Ramazanit. Kanë kaluar pothuajse 2 javë. Deri në fund të ditës bëhen 2 javë. Dhe ku jemi ne, secili t'i bëj një analizë vetes dhe të kthej pa kokën mbrapa të këto 14 ditë? Ku jemi ne me këtë qëllim të ligjësimit të agjërimit, që ju të bëheni të devotshëm? Këto ditë që kemi agjëruar, këto ditë që kanë kaluar nga Ramazani, a kanë forcuar besimin ton? A jemi larguar nga ato gjunahe që kemi qenë edhe përpara Ramazanit? A kemi shtuar vepra të mira? Gjendja e njerëzve në Ramazan nuk del nga 3 raste. Të parët janë ata për të cilët vjen Ramazani dhe as nuk agjërojnë dhe as nuk preokupohen fare për këtë muaj, por e kalojnë thjesht si datat zakonshme të vitit. Allahu na ruaj nga këta. Të dytët janë që agjërojnë, por agjërimi i tyre është thjesht uri dhe etje, pse nuk i largojnë gjunaheve. E bëjnë si obligim, tek Allahu dalin që e kanë agjëruar Ramazanin. Quhet, por shpërbime nuk ka. Dhe ky është dështim.
Dhe ky është falimentimi i madh. Të investosh dhe në fund mos marrësh shpërblimet e mrekullueshme nga Zoti bujar, faljen e tij të madhe. Dhe të tretët janë ata që agjërojnë dhe agjërimi i tyre në çdo ditë që vjen e përmirëson raportin e tyre me Allahun. Afrohen tek Allahu, rriten shpërblimet e tyre, lartësohen gradat e tyre, falen gjunahet e tyre, shkruhen nga të shpëtuarit nga zjarri që ndodh në çdo natë të Ramazanit. Dhe nga këta të tretët duhet të përpiqet të jetë çdo musliman dhe muslimane. Të analizoj veten e tij, 14 ditë nga Ramazani kaluan. Si është raporti im me Allahun? Si kanë qenë këto ditë për mua? Thjesht uri, etje? Dhe pastaj kanë vazhduar normal çështja tjetër, shqisat, gjymtyrët kanë parë, kanë folur, kanë dëgjuar, kanë vepruar, pa u vetë përmbajtur fare, pa e marrë në llogari, a e do Allahu apo jo atë gjë, a është e lejuar apo e ndaluar, a është vepër e mirë apo e keqe. Nuk është ky qëllimi i agjërimit. Profeti alayhi salatu wassalam çfarë tha? Kur është dita e agjërimit të ndonjërit nga ju, të mos bërtas, të mos uleras, të mos sillet keq. Pra agjërimi nuk është vetëm edukim i stomakut, i trupit për të rezistuar pa ngrënë dhe pa pirë. Ja, nuk është vetëm ky. Qëllimi kryesor i agjërimit është la'allakum tattaqun, që të bëni të devotshëm. Dhe njeriu nuk ka vetëm trup fizik, njeriu ka dhe shpirt. Njeriu ka dhe moral, ka karakter, ka zemër, ka mendje. A pastrohen këto gjatë agjërimit, gjatë Ramazanit? Sepse Ramazani është mundësia më e mirë që ti të pastrosh veten nga gjunat, që ti të afrohesh tek Zoti yt, që ti të reflektosh, ti bësh analizë vetes, ku jam unë në raportin tim me Allahun, sa vend zë në zemrën time ahireti, sa i friksohem unë llogarisë tek Allahu. Çdo ditë që vjen po i afrohem takimit me Zotin tim, e pashmangshme. Çoje në harresa duash të gjë. Ky është realitet që nuk frenon dhe nuk kthehet mbrapsht dhe nuk ndryshon. Çfarë kam bërë unë për Zotin tim? A kam unë suksese në Ramazan? Sepse Ramazani duhet të jetë për secilin nga ne muaji i sukseseve. Prandaj profeti alayhi salatu wassalam i përgëzonte sahabët kur hynte muaji i Ramazanit. Ju erdhi juve një muaj i madh, një muaj me begati, hapen portat e xhennetit, mbyllen portat e zjarrit, pranrosen shejtanët. Do të jetë muaj i sukseseve, i shtimit të sadakas, i shtimit leximit Kuranit, i dhikrit, i istighfarit, i fjalës së mirë, i pajtimit, i përmirësimit të raporteve me njerëzit, sjelljes së mirë, namazit në xhami, largimit nga gjunahet, ndihmës që mund të japësh çdo kujt, qoftë me gjymtyr, qoftë me para, qoftë me fjalë, është shumë llojshme, për cilët në sunetin e profetit alayhi salatu wassalam, nga Talha ibn Ubaydillah, se erdhën një herë dy persona të i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam për të pranuar Islamin dhe e pranuan të dy në të njëjtin moment. Por njëri prej tyre gjatë kësaj kohe spikaste dhe dalloi me një devotshmëri dhe përkushtim më të madh se tjetri. Kishte adhurim më shumë, merrte pjesë në betejë dhe u vra në një nga këto beteja. Dhe pas një viti vdiq edhe tjetri. Dhe thot Talha, i pash këta të dy në ëndër bashkë me veten time. U afruam tek portat e xhenetit dhe doli nga xheneti një nga rojtarët e xhenetit dhe mori atë që vdiqi dyti të parin dhe e futi të parin në xhenet. Dhe kjo është nderim, të hysh përpara të tjerë në xhenet është nderim nga ana e Allahut, është vlerësim. Sepse përshpejtohet përjetimi i mrekullive të paimagjinueshme. Më pas doli një tjetër, mori edhe të dytin, atë që vdiqi i pari dhe ishte më i devotshëm,
Më pas doli një i tretë dhe më tha mua, akoma s'ka ardhur koha jote. Pra do t'jetosh edhe të sakro. U zgjova në mëngjes dhe më bëri çuditje ëndër, thot, sepse i dyti që se kishte devotshmërinë e të parit, hyri në xhenet para të parit, që i kishte devotshmërinë më të lartë dhe u vra, sakrifikoi pasurinë, jetën e tij për hir të Allahut. Dha çfarë kishte. Dhe shkova dhe pyeta profetin alayhi salatu wassalam. Dhe më tha, pse çuditeni? A nuk është ai që vdiqi i dyti ka agjëruar më shumë dhe ka falur namazë më shumë, ka bërë ruku dhe sejdë më shumë se i pari? Ja, pra. Ka agjëruar një Ramazan më shumë. Ka falur namazë dhe vepra tjera më shumë se i pari. Prandaj ta shfrytëzojmë këto ditë që kanë mbetur nga ky muaj. Ti bëjmë më të mira nga ajo që kaloi. Ta lutim Allahun Azza wa Jall se vetëm prej tij vjen suksesi, që të na japi neve sukses, që ditët që kanë mbetur të jenë më të mira dhe të jenë shlyrje për ndonjë mandrësi që kemi pasur në ditët e kaluara. Dikush ka nevojë të kthehet Zotit e tij me pendim, sepse agjërimi mund ta ketë shoqëruar me gjunahe, dhe Allah është falës i madh. Allah nuk na drejtohet neve në Kur'an se i urren penduesit. Por çfarë? Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin. Allahu i do ata që pendohen. Çfarë do kupton kjo? Që nëse ti pendohesh, sado të jenë gjunat e tua, pendimi vërtet, Allahu do të doj. Të marrë me vete dashurinë e Allahut. Ti u ballafaqove me Zotin tënd me gjunahe, ai të kthye ty me dashuri dhe mëshirë kur ti pendohesh. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Përmendëm në pjesën e parë të hutbes se që të marrë shpërblime për agjërimin që po bën, dhe kjo është një sakrificë që çdo musliman dhe muslimane e bëjnë për kënaqësinë, për të fituar kënaqësinë e krijuesit të tyre, duhet të largohesh nga gjunahet. Dhe normalisht gjunahet nuk janë të gjitha në të njëjtën grad, në të njëjtin nivel. Disa janë më të rënda se disa të tjera. Dhe gjunahet më të rënda janë ato të cilat shkelin dhe të cënojnë çështjen më të rëndësishme dhe të drejtën më të madhe të Allahut, dhe që është tauhidi, monoteizmi i tij, adhurimi vetëm i tij. Dhe ky është idhujtaria, paganizmi, i cili shfaqet me forma nga më të ndryshmet në çdo popull e në çdo vend, nga njëra kohë në tjetrën. E një nga format apo ritet pagane që vazhdon të festohet me të madhe në vendin tonë është edhe dita e verës. Të gjithë e dim, por edhe studiuesit kanë përmendur se origjina e saj është pagane. Pra bëhej për madhërimin, adhurimin e të tjerëve në vend të Allahut, duke kërkuar mirësi dhe bereqet për ditët në vijim, jo prej Allahut, por prej idhujve. Fakti që ajo është tradit nuk e bën atë të saktë dhe të drejtë. Jo çdo tradit është e saktë, e duhur, e drejtë dhe e dobishme. Profeti alayhi salatu wassalam hoqi shumë nga traditat pagane dhe të gabuara të idhujtarëve arab, dhe i zëvendësoi ato me ligjet dhe parimet e drejta të Islamit.
vendosja e fijeve në duart e fëmijëve verore që quhen ndryshe, apo disa forma të tjera prej vezëve të zira, luleve, plisave e tjerë që i marrin me besimin se do të hecin bar, kjo është nga gabimet e rënda. Kjo është nga gabimet e rënda që hecënojnë agjërimin tënd, që humbin shpërblimin e agjërimit. Muslimani duhet ta vlerësojë mirësinë që i dha Allahu dhe atë pasuri që Allahu në mënyrë të veçantë i ia dha vetëm atij. Dhe kjo pasuri është Islami, të bëri musliman. E mbushi zemrën tënde me dritën e udhëzimit, të njohur me veten e tij, me të dërguarin e tij, me librin e tij, të mësoj pse u krijove, çfarë të pret pas vdekjes. Gjë që shumica e njerëzve janë krejtësisht në çpërkujdesje dhe e kanë në harresë dhe mendojnë se duke mbajtur në harresë do të shpëtojnë apo do ta shtyjnë afatin e vdekjes. Por e do të jetë e tmerrshme për ata kur t'i vijë në moment dhe ata e kuptojnë të vetët e tyre që s'kanë bërë asgjë në ditët e kaluara të dynjas për atë ditë të takimit me Zotin e tyre. Prandaj muslimani, prindi musliman, bashorti musliman, krye familjari e mban të pastër familjen e tij nga gjunahet, nga ritet pagane. Sado që i feston shumica e njerëzve, ti nuk je si shumica, Allahu të zgjodhi, të bëri musliman, të bëri agjërues, të bëri nga ata që thonë la ilaha illa Allah, të bëri nga ata që falen, të bëri nga ata që e përkujtojnë Zotin e tyre, që i friksohen Zotit të tyre, që e duan Zotin e tyre, që shpresojnë tek ai, që mbështeten tek ai, që kërkojnë strehim tek ai, mbrojtje prej tij. Ti nuk je si ata. Dhe familjen tënde mos e bëj si të tjerat. Ruaje me udhëzimin që të dha Allahu. E njerëzit e tjerë që të urojnë, nuk është nevoja t'i kthehesh në mënyrë të vrash, të ashpër, por sqaroj. Kaq kemi për detyrë. Faleminderit për urimin, por unë nuk refestoj sepse të shtu. Pra, refuzimi nuk duhet jetë shkak për grindje, për mëri. Sepse të njëjtët që festojnë një pjesë të tyre, janë ata të njëjtët që vinë për teravi, vinë për bajram, agjërojnë, bëjnë ndonjë vepër të mirë. Pra duhet me mençuri dhe urtësi. E rëndësishme. Kujdes nga fjalët, veprat që humbin shpërblimin e urisë dhe etjes tuaj. Përpiquni të afroheni tek Allahu në ditët që kanë mbetur. Lutjuni atij sepse jeni në muajin e pranimit të lutjeve. Dhe profeti alayhi salatu sallam tha, 3 dua nuk refuzohen. Pranohen pra, dhe s'ka dyshim, dhe as nuk lejohet të dyshosh që pranohet apo jo. Jo. Një ndërto, lutja e agjëruesit. Lutja e agjëruesit. Lutuni për çështjet tuaja. Për çështjet e mira të dynjas, për çështjet e ahiretit që janë më kryesore. Shfrytëzojini të orë, se do të ikin si çikën 2 javë. Dhe do ta qajmë në kuptimin e mirë të fjalës kohën e Ramazanit, kohën e pranimit të lutjeve, kohën e afrimit të Allahu, atë raport, atë ëmbëlsi që ndjen çdo musliman gjatë Ramazanit. E lutim Allahun Azza wa Jall t'i fali gabimet tona, t'i pranoj veprat tona të mira, na japi neve sukses në veprat mira, na bëj neve për atyre që i përkushtohen vetëm atij me adhurime dhe përgjërime. E lutim Allahun e madhëruar të na bëj neve për atyre që falen dhe agjërojnë në Ramazan me besim dhe me shpresë. Na japi neve sukses që të falemi natën e Kadrit me besim dhe me shpresë. E lutim Allahun e madhëruar të na bëj neve për atyre që do të hyjnë në xhennet nga porta e Rejanit.
ta bëj agjërimin ton, Kur'anin, leximin e Kur'anit, ndërmjetësim për ne në ditën e Kiametit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة